Një ditë përpara datës kur tregtarët duhet të publikojnë çmimet në web faqe, reaguan nga shoqata e farmacive private. Kërkesa e tyre është që farmacistët të përjashtohen nga detyrimi për të shfaqur publikisht çmimet e të gjitha produkteve siç e kërkon rregulloria, sepse siç thon ky detyrim krijon një barë administrative shtesë e cila largon stafin e kujdesit shëndetësor nga roli i tyre kryesor, kujdesi ndaj pacientëve dhe kujdesi farmaceutik. Че сите ние се соочуваме со намален број на фармацевти. На некој начин квалитетот на услуга ќе се намали токму заради тоа што ќе немаме доволно време фармацевтите да одвојат за фармацевската грижа и издавањето на лекови. Ние дефинитивно основната улога ни е не само фондовското издавање, значи ние точно дека имаме одредени додатоци во исхрана кои што се дел од терапијата кај пациентите. Меѓутоа, времето кое што треба да го одвоиме, а немањето на кадар е еден основен проблем кој што ќе се јави во аптеки. Ministria e Ekonomisë dhe Punës na tha se është e gatshme të dëgjojë të gjitha palët e përfshira, por deri sot nuk ka marrë asnjë kërkesë për takim nga shoqata e farmacive private. Ju njoftoi gjithashtu se ndryshimet në ligjin për mbrojtjen e konsumatorit u botuan në Gazetë Zyrtare më 4 mars 2025 dhe hynë në fuqi 45 ditë pas publikimit të tyre në Gazetën Zyrtare, pra nesër 18 prill, për të cilat të gjitha palët e interesuara kishin afat për tu harmonizuar me zgjidhjen e re ligjore. Nga shoqata gjithashtu theksuan se farmacit nuk janë objekte klasike të shitjes me pakicë, por institucione të kujdesit parësor shëndetësor me staf të licencuar të kujdesit shëndetësor, master në farmaci dhe teknik farmaceutik.